e kemë përsëritur edhe herat e tjera, Serbia edhe pas luftës që e kemi pasur atë luftë me armë, deri që përfundoi vitin 99, asnjëherë se ka ndarë këtë luftë speciale ndaj ushtarëve të ushtrisë të Kosovës, po edhe ndaj qytetarëve të tjerë. Prandaj kjo Serbi është e njëjta, do të thotë ju e dini atë në atë kohë ka udhëheq Milošević, që sot Serbin po udhëheq në ish ministër i tij i asaj kohe që është zoti Vučić. Kjo nuk presim me pas ndryshime të tjera ose me respektuar ne më shumë, sepse kemi parasysh faktin sot për respektojnë qytetarët e vet atje. Prandaj ne edhe sot ju bëjmë thirrje, pse kemi bërë shpesh thirrje, edhe vazhdojmë të bëjmë thirrje, mos provoni me shku, sidomos luftëtarët e ushtrisë të Kosovës me kalu andej, sepse nuk ka kusht të djalë zot, s'ka kusht të bie mbas. Prandaj zgjidhni alternativa të tjera e asnjëherë mos provoni me shku ka Serbia, sepse është e njëjta Serbi që ka qenë ajo edhe para luftës edhe gjatë luftës, e njëjta ku vazhdon edhe me njëjtin avall që ka vazhdu, që e ka pasur në atë kohë edhe tash. Prandaj thirrjet tona apo janë shpesh apo fatkeqësisht bashkëpunëtorët tonë e po ndihen të pafajshëm që ata kanë se nuk kanë bërë krime lufte që jem bindur që nuk kanë bërë, edhe atëherë duke qenë shumë pastër po morin atë rrugë, ju bëjmë ftesë mos më bëni gjatë.